Ja, nuk ekziston se ligjen demokratike Ramis Radocin e ja ka ndonë mundësin për arsye që i fitoj votat e atje ndrena, se për ndyshe mos kishtë fitu vota e së kishtë mundësi. Nazemi të folë për të njëtën temi e ka jepem në tjerë. Po mirë ti bëzoj... Ti për thunë nuk ka në parti tjera njërës të cilë ti kanë parti asë ma demokratike se partia se Liga Demokratike të Kosovës. Ma për me kon, ma aktivist për me dhënë. U këthyja i dresha, u këthyja shumë njerëz dhe në thotë u këthyja. Okej, zëti Krasniqi, prej gjithë kësaj situate dhe në thotë në subjektet e tjera të cilat ka ndodhur avari, kush doli fitusi i kësaj katrahure politike me subjekte dhe përçarjeve të tyre? Po fitus akoma nuk kemi, mirë po ne... Jo fitus të zgjedhje, fitus të përfitimit të elektoratit, votave të maheshme. Atë po du me dalë. Ne mund të analizojmë se si qëndrojnë në treg, po e qysh, të më thonë, elektoratin po e marë në treg. Gjitha subjektet politike që janë në opozit, nuk patën mundësi të ndërtojnë një diskurs publik për me ju kundërvu lëvizjes dhe vendosin këto zgjedhje. Po, me qenë se ju po flesni për LDK-n, ne po fles për ngrej veç dy çështje. Nuk e bënën një plan strategjik LDK-ja,